O rini, ymeti po ju pret. Vëllezër musliman, pranvera është sina më e bukur e vitit ku fara hidhet në tokë. Kjo është koha ku jeta lulëzon, ku çdo gjë zgjohet dhe njeriu i afrohet mundësisë për të përgatitur për stinet tjera. Rinia është pranvera e jetës njerëzore. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: ja ma'ashar shabab, o ju rini, o të ri. Andaj duhet shfrytzu çdo moment dhe duhet bërë më së shumti punë të mira. Vepra të mira, angazhim, përpjekje, studim, përparim, zhvillim. Në mënyrë që pjesa e mbetër e jetës, por edhe amshimin në bota e ahiretit, të jenë kohë e një jetë të këndshme. Allahu i madhreshëm thot: wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën, më të vërtet nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje. Çdo sekond që kalon për veprat e mira është humbje e pakthyeshme. Rinia është kapitali më i madh që nuk kthehet më. Ai i cili ka arrit moshën e mesme apo të pleqërisë nuk mund të kthehet në moshën e rinisë. Rinia është një amanet i shkurtër, ose e ndërton me të ardhmen, ose e varros në të kalumen. Pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam na nxiste, na porosiste, na stimulante, madje na urdhronte që ta shfrytëzojmë rinin para pleqërisë. Ka thonë alayhi salatu wassalam: iqtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera, e në mesin e tyne rinin tënde para pleqërisë. Prandaj, o vllazërit e mi, o njerëz të mirë, shfrytëzoni në maksimum rinin tonë. Rinia është mundësi, rinia është garanci. Kush e humb sot, nesër nuk e gjen. Mos e shtyj për nesër atë që mund ta bësh sot. O të ri, mos e shtyni për nesër atë që mund ta kultivoni, ta bëni, ta përparani sot. Sepse nesër mund të gjej pa forcë që sot e ke. Dëshira ekziston, por nuk e ke forcën e sot. Ibrahimi alayhi salam, pejgamberi i Zotit, Khalilullah, i dashur i Zotit, ishte djalosh kur vendosi t'i thynte idhujt dhe të luftonte për besimin e vërtet. I vetëm. Allahu ka thonë për të: kana Ibrahimu umma. Ibrahimi ishte ummet. Ummet, i vetëm, në thirrjen e tij. Madje mor guxime dhe t'i thej të gjithë idhujt e tyre, të gjithë zotrat e rënd të tyre, dhe Allahu përshkruan dhe thotë: qalu sami'na fatan yudhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kanë thonë mushrikët: kemi dëgjuar një djalosh që i përmend idhujt, quhet Ibrahim. Ndryshimet e mëdha shpesh nxisin nga guximi i një njeriu që nuk pranon të jetoj të pavërtetën, nuk e pranon rinia të pavërtetën. Historia nuk ndryshohet nga ata që përshtaten me gabime. Mirë kanë pas, mirë kanë bu. Nuk ndryshon vendi, nuk ndryshon rinia, por nga ata që kanë guxim ta kundërshtojnë atë. Pra ndryshimi bëhet nga ata të cilët kanë guximin, thojnë jo, thojnë po, thojnë e drejt, thojnë e pavërtet, thojnë e shtrenjtë. Kjo është besim i pastër, kjo është e kodë, kjo është shërëngullim, kjo është tradhti, kjo është ushtrim. Kështu thojnë rinia. Jusufi alayhi salam ishte djalosh kur me vendosmërinia kthej fytyrën për mëkatin që e thirrën dhe tha Allahu te baraka ve teala: qala rabbi sijnu ahabbu ilayhi mimma yad'una ilayhi. O Zotin, burgi është më i dashur për mua se ajo që më ftojnë ato. Domethënë ato gra, ajo grua pa ndershme. Forca vërtet nuk është të bësh çfarë të duash. Nuk është forcë vërtet me bëj çka dush ti, por të përballesh kur ke mundësi të gabosh. Lufta më e madhe është ajo me dëshirat, me egon, me nefsin. Kush e fiton këtë ka fitu gjithçka. Musa alayhi salam ishte djalosh kur i kundërvije i faraonit. Djali i ri, me guxim,
me trimni, kur I doli në mbrojtje popullit e tij, dhe kur udhëheu që atë popull drejt shpëtimit, djalini me udhëheq shpotën e tij, dhe Allah përshkruan dhe thot: "Atejna hukman wa ilma." Musa kur arriti pjekurinë e plot, ne I dha urtësinë dhe diturinë nga Allah te bareke ve taala. Pjekuria vërtet nuk matet me moshë. Ka disa mbalojnë në moshën e veçërisë, po ai mbetet I ri në mend. Pra vëllezër, pjekuria vërtet nuk matet me moshë, po me përgjegjësi dhe me drejtësi. Njeriu bëhet I madh jo kur rrin vetëm, por kur rrin me të drejtën dhe qëndron me të vërtetën. Qëndron në hakun. Në surën Kahf, Allah I plot fuqishëm na tregon për një grup të rinjesh, por disa djelmosha të ri, siç I ka përshkruar Allahu: "Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Pra ata ishin tri që besuan në Zotin e tyre. Tri që besuan në Zotin dhe na ashtu udhëzim. Kanë pas mundësi edhe ata mi ndëgju pleqët e tyne, bashkëqatarët e tyne, bashkëqytetarët e tyne, njerëzit që kishin adhuruar në kotën, në idhuj, në njerëz, në puta të ngjashëm. Por jo, ata ishin tri që besuan në Zotin dhe ne ashtu udhëzimin. Kur I riu hedh hapin drejt Allahut, Allahu ja shton udhëzimin dhe forcon zemrën e tij. Ne duhet ta qesim hapin. Pra duhet jemi të guximshëm ta marrim hapin e parë. Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte djalosh kur e u quajt el Emin, besniku. Ishte I ri kur të tjerët I thanë besniku. E Allahu me të drejtë I tha: "Wa innaka la ala khuliqin azim." Vërtet ti dhe askush tjetër në këtë gjendje, vërtet ti o Muhammed jeni një moral të lartë, në pjedistarin më të lartë. Morali I mirë është pasaporta me fuqishme që I riu ka në këtë botë dhe në botën tjetër. Identiteti më I mirë I yti, I imi, I gjithëzillit është morali yt, sjellja jote. A ke moral, a ke sjellje, a ke njerëzimit apo s'ke? Kjo është pasaporta më mirë. Kush e fiton rrugën me Allahun, nuk humbet kur drejtimin. Kush e nis rrugën me Allahun, nuk humbet kur, nuk e humb kur drejtimin e tij. Ibn Abbas radiallahu anhu ishte djalosh I ri, kur Muhamedi alayhi salatu wasalam e porositi dhe I tha: "Ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillah yahfazka." O djalosh, o djalë I ri, do të mësoj disa fjalë. Ruaj Allahun, ai do të ruaj ty. Si ruhet mas miri një I ri dhe një e re, kur ka lidhje të mirë me Zotin? Kush e ruan lidhjen me Allahun, Allahu e ruan jetën nga humbja. Allahu thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Jeni populli më I mirë I nxjerrën në mesin e njerëzve. Urdhroni për të mirë, ndaloni nga keqja dhe besoni Zotin. Pse jeni të mirë? Të na ka treguar Allahu te bareke ve taala, kur të urdhrojmë të mirë, kur ndalojmë nga keqja, edhe qëndrojmë dhe besojmë Allahun. Kjo mirësi fitohet me vepra, jo me përkatësi, me thonë muslimani, I mirë, ja musliman. Kjo arrihet me vepra, jo vetëm me thonë mi përket kësaj feje. Vlera e umetit nuk është me emër, por me vepra, moral dhe drejtësi. Andaj ta perceptojmë drejt dhe saktë. Vlera e këtij umeti nuk është me emër, sepse emrin e ka ngjitur Allahu. Semmakum muslimuna min qabl, jukum emërtu edhe më herët si musliman. Vlera e umetit nuk është me emër, por me vepra, me moral, me drejtësi. Allahu thot: "La ikraha fid-din." Nuk ka dhunfe, nuk ka impunim fe. Feja bindje mbrëmshme që lidh me Allahun te bareke ve taala. Feja është bindje zemrës, jo impunimi forcës. Ata që nuk e bind zemra, nuk mund ta ndërtoj asnjë forcë. Prandaj me zemër të sinqertë ti qasim I këtij besimi dhe të ecim rrugës së vërtetë. Allahu I madhëshëm thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmoni me njëri tjetrin në të mira dhe në të devotshme. Rinia e fortë ndërton një bashkëpunim të sinqert, jo me egoizëm. Rini e pastër, e qiltër, e sinqert në Allahun te bareke ve taala. Asnjë njeri nuk ngrihet vetë si individ, e sidomos në Islam.
Madhështia ndërtohet mbi duart që ndihmojnë njëri tjetrin. El mu'minu lil mu'min kal bunyan. Muslimani për muslimani është si një fortezë, si një shtyrje shumë të bada, e mani një tjetrin. Prandaj prej dobësive ditëve të sotit është kur muslimanit mundohen të ngriten vetëm si individ, duke i anashkalu vëllezërit dhe motrat e tij në Islam dhe duke i anashkalu rregullat që Allah i ka përcaktuar për të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." 7 kategori që do të kenë hijen e arshit të Allahut. Në mesin e tyne, pi 7 kategorive ka thonë: "Wa shabun nasha'a fi ibadatillah." Dhe një njeri, respektivisht një e re, që është rritur në adhurim në Allah. Rinia e lidhur me Allahun është nder më i madh në ditët më të vështira. Rinia që rritet me Allah do të ngritet e sigurt në ditën kur të tjerët janë në frikë të madhe kur do të dalin për Allahu te baraka ve taala. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojm Allahun, salate e selami dërgojmë të dërguarit ton alayhi salatu wassalam, i cili ka thonë: "Al mar'u ala dini khalilihi." Njeriu është në fenë e shokut të tij, fenë e mikut të tij. Shoqëria është drejtimi yt. Shoqëria me kontroll, ajo është drejtimi yt. Zgjidh ato që të afron tek Allahu, që është i mirë me Zotin. Zgjidh që ato mirë. Shoqëria nuk tregon kush je sot, por kush do të bësh nesër. Kush do të bësh nesër? Çfarë është shoqëria tonë? Ajo tregon se kush ki mu bo nesër. Njeriu formohet nga ata me të cilën rrin. Shoku i mirë të ngrit, shoku i mirë të jep zhvillim, shoku i mirë të edukon për parim, në zhvillim, në punësim, në edukim. Shoku keq të rrezon, shoqënia e keqe të rrezon. Zgjidhë shokun që të bësh mirënjohës nesër për të. Jo atë që bësh t'ja përmendesh gabimet, t'ja kujtosh atë që ka ndodhur në raport me ty. Allahu thot: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përse miri derisa ata ndryshojnë vetë. Ndryshimi fillon nga vetvetja, ta kontrollojnë vetveten, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu alaykum. Llogaritë veten para se me të llogarit Allahu te baraka. Jo nga të tjerë. Nëse nuk ndryshon vetveten, nuk do të ndryshon as jeta jote. Çdo përmirësim i jashtëm fillon nga ndryshimi i brendshëm. Atë që ki brenda, ajo është që të ndryshon jashtë. Njeriu është fillimi i çdo transformimi. Bota që kërkon ta shohësh nesër, duhet të filloj brenda teje sot dhe kur më përpara. Na sot duhet me fillu me ndryshu si shoqëni, si rini, si musliman, si besimtar, si besim drejt. Ka thënë dietarët: "Men jadda wajad wa men zara hasad." Kush përpiqet arrin. Kush mbjell korr, marrë mend ky trit. Kush përpiqet arrin. Kush mundohet arrin. Kush mbjell korr, punani e gjoni punën. Studiani i keni korrjet e suksesshme. Çka punani keni me gjetë. Në këtë botë dhe botën tjetër. Sa dhe puna, nëse botë në emrin e Allah të barëku e ta'ala, të pimu shpërbly për të. Prandaj vëllezër, kush përpiqet arrin, kush mbjell korr. Suksesi nuk është rastësi, por rezultati i përpjekjes vazhdueshme. Pse filoni ka arrit, ka pas aktivitet, angazhim vazhdueshëm në punon, por çfarë ka arrit, ku ka arrit? E pse ti s'ke arrit? Pse s'ke dash, s'ke bë përpjekje. E ke në ndërsu vetën, ma shumë vlerë se sa ti e ke në ndërsu vetën tënde. Rinia është koha ku ndërtohet ëndrat, por vetëm të disiplinuar e bën ato realitet. Duke qenë të disiplinuar, bën ëndrat tonë realitet. Me ndru vetëm me pas një makinë të mirë, një punësim të mirë, e një vend punë të mirë, e një bashkëshor të mirë. Ai nuk ka rrihet ashtu. Duhet me bë përpjekje, me bë angazhim, duhet më mundu, deri në pikën e fundit mi arrit, ëndrat i tua më bë realitet. Ëndrat pa punë, besim, iluzion, ti isha ëndrat çup, puna kthehet në realitet vetëm atë kur punon. Suksesi nuk bie nga qielli, ai ndërtohet me djers, durim, përpjekje
vazhdueshme mbi gjitha me iman, me bindje në Allahun te barekuhu te ala. Ai ndërtohet me njerëz, me durim, me përpjekje, me angazhim vazhdueshëm deri në sukseset tona. Asgjë e madhe nuk arrihet pa sakrificë. Po mos ishin tim dhe vajzat tonë, mu ngrit për një qas caktuar, mja kthy pushkën shkaut, s'kish mu bo këtu mirë. Prandaj u dash përpjekje, u dash angazhim, u dash sakrificë, u dash gjatë, u dash me dhona ato që kanë pas mundësi me dhona. Prandaj vëllezër, asgjë nuk arrihet pa sakrificë. Rruga drejt suksesit kalon përmes disiplinës dhe punës palotshme. Ti populli ti duhet më shumë disiplinë punë. Orari, kohë, caktim, disiplinë e rreth në punën tonë, deri në arritjen e suksesit dhe shtetit së drejtës. Arma nuk përket atyre që ndrojnë më shumë, por atyre që punojnë më shumë në ëndrat e tyre. Jo ata që ndrojnë, nuk i ndryshon gjendja atyre. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O besimtar, o musliman, o besim drejt, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Përgjegjësia fillon nga vetvetja dhe shtrihet nga familja dhe shoqëria. O Allah i lartësuar, na ndihmo që çdo punë të mbartë përforcojmë rinin ton në rrugën e të vërtetës. Amin. Rujtja vetvetes sonë është shpëtimi ynë nesër. Nëse na nuk e ruajmë vetveten, s'kemë shpëtuar para Allahut. Njeriu që nuk kujdeset për veten, si kushton rëndësi vetvetes, njeriu që nuk kushton rëndësi familjes në të mirë, rrezikon pasojat më të mëdha në të ardhmen. Rrezikon familja, rrezikon vetveten, s'ke punu, s'ke angazhu. Përgjegjësia është pesha që e bën njeriu ose të ngritet ose të rrezohet. Prandaj ti merrni përgjegjësi. Përgjegjësia peshë që e bën njeriu ose të ngritet ose të rrezohet. Kam edhe një apel për njerëzit që janë pushtet, njerëzit që kanë pozita. Të bojnë diçka për rinin tonë. Në momentin e fundit bojnë sfaku diçka. Në ikurinia, ku jenë tri, ku jenë treja, ku forca, ku guximi, ku trimnia. Deri kur me këta njerëz pa përgjegjësi, për një rini shqetësishëm që kemi pas. Për një forcë që na ka marrë në atmi, pothuajse të Evropa, por rinin e shëndetshme që kemi pas. Prandaj vëllazër, ti kthehemi vetes, ti kthehemi familjes, ti kthehemi punës, ti kthehemi guximit. Kur gjë mirë nuk bëhet pa rreziku ndonjëherë. Asgjë s'bëhet. To ngajt, to flajt, to qetësu, to marr me iPhone, to flajt, me gjastu flajt, drejt mas drejt të flajt, të qunë bromje, e pastaj me darë, e me shërtit, nuk ka sukses. Nuk është një shëndetshme. Kështu nuk na mëson Zoti, kështu nuk na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, kështu nuk na mëson Islami. Kjo është rrenosje, kjo është shkatrim dhe vetë shkatrim. Prandaj obligimi juaj gjithsesi, punoni më shumë me familjet e juaja. Për Zotin punoni më shumë për veten tuaj, për familjen tuaj, për vllatë juaj, për vëllezërit dhe motrat tuaja. Punoni më shumë. Jeni vetë më i mirë nëse punoni. I urdhroni njerëz për të mirë, i ndaloni njerëz nga keqja. Aty ku ke mundësi, aty ku të ecë fjalë. Bëni atë vetvetes kusht që të punoj spaku në njerëz të mirë, në njerëz e mirë, në njerëz të familjes, në dashamirë të mirë, në rrethin e ngushtë, në rrethin e gjonë. Ndoshta bëhesh sebeb që ai të shpejtojë nga zjarri, ndoshta bëhesh sebeb që ai të filloj punën, ndoshta bëhesh sebeb që ai të filloj angazhimin. Ndoshta bëhesh sebeb që ai të fillojë studimin. Ndoshta bëhesh sebeb për të mirat e tij, për jetën e tij, për familjen e tij, për të ardhmen e tij. Prandaj nëse ne nuk mendojmë kështu, ta ndërtojmë një shoqëri të shëndetshme, të fortë, me iman, me guxim, me trimni, atëherë humbim atë që kemi kriju. Edhe është kufrun ni'me, mohim i nimeteve të shumta që na ka dhënë Zoti, e kësaj lirie që i gëzojmë. E këtij vendi kaq bukur që të tjerët e lapojnë, e që u përket vetëm atyre që banorë që janë këtu, e sidomos pjesës shumice muslimane shqiptare. Mos t'i lojmë të tjerët me lujt me fatin tonë. Shikoni kush po na ushqen rinin tonë. Shikoni kush po na mëson rinin. Tërkohën shprenim në përkuzhina të ndryshme ka angazhime, përpjekje, orvatje që të shkatrohet me mira jonë, që është rinia jonë, që pranverë e shpirtën e tonë. Prandaj shumë punojmë.
Jemi shumë mas. Nëse ata punën 24 orë, që të na keq menaxhojnë, apo keq drejtojnë rinin tonë, në spaku 10 minuta, gjysore, 1 orë, për familjen tonë, për fëmijët tonë, për shoqërinë tonë, për njerëz më dashur tonë, derisa mos të bëhet vonë. Mund të shkojmë dam o vëllezër. Prandaj lut Zotin e plotfuqishëm nga kjo xhami që të na falë ne, të falë familjarët tanë, të ndihmoj bashkëjakët e mesin tonë, të ndihmoj Kosovën tonë, të ndihmoj muslimanët tonë. O Zot, na fal ato gjëra që i di, ato gjëra që nuk i di, ato gjëra që i bën nga harresa, ato gjëra që i bën nga shkujdesi. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.